Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. E këtë përbërës të vetëm do të shpëtoni një herë mirë nga kallot në këmbë. Ja receta. Femrat e çara janë në një problem i zakonshëm veçanërisht para verës, kur këmbët janë të ekspozuar ndaj diellit dhe këpucëve të hapura. Përveç pamjes së shëmtuar, lëkura e plasaritur mund të bëhet një vend ideal për zhvillimin e infeksioneve kërpullore dhe bakterieve, kështu që kujdesi i rregullt i këmbëve është jashtëzakonisht i rekomandueshëm. Një nga trajtimet natyrale dhe të thjeshta që mund të mos keni provuar më parë përfshin vetëm një ushqim: limoni. Kjo metodë është e thjeshtë dhe aplikohet rregullisht dhe mund t'jap rezultate çuditëbërëse dhe të mira. Gjithçka që duhet të bëni është të merrni një limon të madh, ta prisni në gjysmë dhe më pas ta vendosni në themra. Ta vendosni çorapen sipër tyre dhe ta lini aty për 30 minuta. Acidi citrik ndihmon në heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës dhe zbutjen e zonave të vrazhda siç janë kallot, duke lënë lëkurën më të butë dhe më të lëmuar. Përveç limonit, kujdesin e këmbëve mund ta kompletoni duke përdorur vajra natyral si ulliri ose kokosi. Aplikuar drejt për drejt në këmbë ose në duar, ato ndihmojnë në rivendosjen e lagështisë dhe parandalimin e tharjes. Në këtë mënyrë efektive mund të zbusni lëkurën tuaj dhe është të vishni çorapet gjatë natës pasi keni aplikuar një hidratues të pastër. Dermatologët këshillojnë që ky trajtim të përsëritet disa herë në javë për të marrë rezultate më të mira të mundshme, sidomos për femrat jashtëzakonisht të thata dhe të çara. Gjithashtu mos harroni rutinën tuaj të përditshme të kujdesit, veçanërisht pas dushit. Rekomandohet të aplikoni një shtresë vazeline ose kremë ushqyes menjëherë pas dushit. Kujdesi i rregullt, përbërësit natyrale dhe pak vaj mund të jetë gjithashtu një ndryshim i madh për themrat tuaja. Kallot në këmbë kthehen në një problem shumë shqetësues gjatë stinës së verës. Nëse vuani nga to, rekomandohet të mos vraponi direkt drejt ilaçeve, por të aplikoni përbërës natyral. Kallot në këmbë janë një shqetësim i shpeshtë, por të shumtë janë ato që mund të përdorin edhe mënyra natyrale. Ky shqetësim, i cili pret një ndikim të madh të këmbëve që prek si meshkujt ashtu dhe femrat, përveç se shkakton dhimbje, rezulton të jetë i bezdisshëm sidomos në verë, ku ekspozimi i këmbëve është i pashmangshëm. Duhet thënë gjithsesi se, bashkuar dhe ilaçe natyrale, kallot në këmbë ashtu si edhe myku në to mund të parandalohen. Në këtë kuptim është e rëndësishme që të gjeni një regjim ushqimor me bazë frutash dhe perimesh, por edhe që të përdorni këpucë të rehatshme. Femrat kryesisht u drejtohen një paralajmërimi. Nëse dëshironi të vishni një palë këpucë me taka të buta, duhet të zgjidhni ato të rehatshme në mënyrë që anët e këmbëve të mos shtrëngohen. Nëse do të ndaleshit te ilaçe natyrale për të eliminuar kallot dhe mykun në këmbë, nuk do të dini se cilin të zgjidhni më parë. Janë me të vërtetë të shumta recetat e gjyshes të cilat mund të përdoren në këto raste. Së pari, një produkt natyral kundër kallove të këmbëve është edhe limoni, për të aplikuar të paktën gjatë gjithë natës. Një fet limoni ose pak limoni mund të japë rezultate të mira. Edhe xheli me bazë aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë për kallot tuaja të këmbëve dhe mund të japë gjithashtu një trajtim të munguar shëndetit të tyre. Aplikimi i xhelit me aloe vera në këmbët tuaja përpara se të shkoni për të fjetur mund të ndihmojë në zbutjen e tyre dhe rigjenerimin më të mirë të lëkurës së këmbëve. Ju mund të përgatisni një përzierje xhel me 3 deri në 4 gjethe aloe vera dhe disa pika vaj susami dhe ta vendosni aty në pjesën e kallove duke i vënë në një garzë për disa orë. Një mënyrë tjetër e vlefshme natyrale kundër kallove është edhe papaja. Lëngu i këtij fruti vepron si një medikament i vërtet për këto probleme. Ai duhet të aplikohet në kallo në doza të vogla, maksimumi një gjysmë lugë gjeve. Një tjetër produkt natyral kundër kallove në këmbë është edhe tërshëra. Në këtë rast, një dush i këmbëve me ujë të ngrohtë dhe lyerja e tyre me tërshër do t'ju lehtësojë këmbët dhe do të lehtësojë kallot. Në rastet se ju ndodhet edhe në shtëpi, ju mund të përdorni gjithashtu një tjetër përbërës natyral kundër kallove. Bima është të quajtur edera. Gjellet e ederës duhet të lihen 12 orë në uthull dhe më pas duhet të vihen mbi kallot të cilat duhet t'i lidhni me një fashë të shtrënguar mirë për disa orë. Një ndër mënyrat më të thjeshta për të trajtuar kallot është trajtimi i tyre me krip. Ju duhet të merrni një enë me ujë të ngrohtë dhe në të hidhni një grusht me krip. Rekomandohet që për efekte sa më të mira të përdorni kripën Epsom.
Futini këmbët në legenin me ujë të ngrohtë për 10 minuta dhe më pas merrni një limon për këmbët dhe me të fërkoni pjesën e kallos duke formuar lëvizje rrethore për disa minuta. Lajini këmbët me ujë të pastër për të hequr qelizat e vdekura dhe sigurohuni që t'i thani me peshqir. Në fund, mund të përdorni një krem të trashë në pjesën e themrave për të ruajtur butësinë e këmbëve. Soda e gatimit vepron si një eksofilator natyral. Kristalet që gjenden te soda ndihmojnë në pastrimin e lëkurës së ashpër. Njësoj si në rastin e kripës, ju duhet të merrni një legen me ujë të ngrohtë dhe në të hidhni 3 lugë gjedhe me sodë. Vendosini këmbët në të dhe i lini të veprojë për 10 minuta. Me ndihmën e një skrabi mund të fërkoni këmbët dhe pjesën e kallos që zbutet duke fërkuar me ndihmën e një guri smeril. Pas këtij procesi, fshihni këmbët mirë me një peshqir të thatë dhe i vendosni ato në një krem zbutës. Pra, kundër kallove ka vërtet shumë zgjidhje natyrale. Nëse nuk preferoni këto që ju këshillua, mund t'i drejtoheni medikamenteve dhe produkteve të kozmetikës, të cilat për hir të së vërtetës janë gjithashtu shumë të kushtueshme. Kallot në këmbë janë një nga problemet më të zakonshme estetike dhe konsiderohen si një shfaqje e shtresave të trasha të lëkurës së fortë. Sidoqoftë, pak e di nëse kallot formohen vetëm për të na mbrojtur. Edhe në fakt, një regjim i trupit ndaj fërkimit të lëkurës me sipërfaqe të forta të tilla si këpucët ose mjetet e punës, trupi e di se epiderma mund të dëmtohet, prandaj zona bëhet edhe më e trashë. Në këtë video do të listojmë disa receta natyrale për të eliminuar shpejt kallot në këmbë dhe për të përdorur edhe produkte sa më natyrale sipas health.com. Lëngu i hudhrës. Hudhra ka veti të mira antiinflamatore, shëruese dhe antiseptike. Shtrydhni një thelpi hudhër dhe e përzieni me një lugë gjedhe vaj ulliri. Masën e përfituar e aplikoni në kallo, e mbuloni me një fashë dhe e lini të veprojë gjatë gjithë natës. Ju mund të përdorni gjithashtu një tjetër mënyrë natyrale siç është preshi me hudhër. I pasur me vitaminën C, preshi është i shkëlqyer për lëkurën, ndërsa uthulla ka veti dezinfektuese. Vendosni një copë presh për 24 orë në një gotë me uthull të bardhë. Aplikoni lëngun e përfituar në kallo dhe e lini për disa minuta. Pastaj përdorni një gur smeril për të hequr kallon. Në ndihmë mund t'ju vijë gjithashtu edhe përdorimi i kamomilit. Ka veti antiinflamatore ideale për trajtimin e kallove. Lyeni një top pambuku me lëngun e kamomilit, aplikoni direkt në kallo dhe e lini të veprojë për disa minuta. Përsëriteni këtë gjë disa herë në ditë për të marrë gjithashtu edhe rezultatet e duhura kundër kallove në këmbë. Bashkë me verën, vijnë edhe një sër shqetësimesh, si depilimi, problemet e flokëve, problemet me fytyrën dhe me këmbët. Vera mund të konsiderohet ndryshe si sezoni i lëkurës së qëruar dhe këmbëve të plasaritura. Të gjithë ata që mbathin sandale dinë se sa e bezdishme dhe e pakëndshme është të kesh kallo në këmbë, por si gjithmonë kemi një zgjidhje edhe për këtë problem. Ekspertët tregojnë se trajtimi i kushteve të lëkurës mund të jetë çelësi më i mirë për të mbajtur larg shqetësimet e këmbëve. Një prej tyre është edhe përdorimi i qepës. Merrni një fet qep dhe e fusni në një enë qelçi, e mbuloni me uthull molle, enën e vendosni në një vend të ngrohtë. Më pas në mbrëmje qepën e vendosni mbi kallo duke e mbështjellë me një fasho që qëndron e pa lëvizur teksa flini. Përsëriteni këtë rregullisht derisa kallot të zbuten mjaftueshëm për të hequr edhe problemin e tyre. Edhe buka mund t'ju vijë në ndihmë në këto raste. Zhysni një fet bukë në një enë të mbushur me uthull molle dhe vendosni mbi kallo duke e mbuluar me fashë. Qesën plastike e aplikoni nga sipër dhe vishni çorape. Të nesërmen kallo do t'jenë zhdukur. Edhe aspirina mund t'ju vijë në ndihmë. Pluhurin e disa kokra aspirine e përzieni me një gjysmë lugje çaji me lëng limoni dhe pak ujë. E vendosni masën e krijuar mbi kallo dhe e mbështitni këmbën me një peshqir të ngrohtë dhe qese plastike. Pas 10 minutash do të zbuloni se si kallo do t'jenë zbutur ndjeshëm dhe më pas bëni largimin e tyre duke i fërkuar ngadalë. Kështu do të arrini të keni edhe këmbë të shëndetshme. Por nëse gjendja juaj është kritike, gjithçka që duhet të bëni është të adresoni atë tek mjeku përkatës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.